Fshati Picari vendosur mes maleve të Labëris është një zonë me histori dhe tradita të pasura që shtrihet në një teren të mrekullueshëm natyror. Ky fshat e ka origjinën e tij që në shekullin e 16, kur familjet të ardhura nga fshati Lekdushi Kurveleshit u vendosën në këtë zonë të bukur. Fshati i vjetër, tregojnë banorët, ka ekzistuar deri në vitin 1914 për faktin se u doq dhe pas shkatërimit të tij banorët e Picarit e rindërtuan atë në vendin ku ndodhet aktualisht. Ka qenë një fshat shumë i madh me 450 familje, por lufta e parë botërore, Greku i parë, e dogji e shkatëroi dhe fshati u shpërngul dhe vajte në lumin e Vlorës. Kur u kthye në Vlora, nga 450 familje janë kthyer 63 familje. Pra, bazën, vendosjen këtu e ka pas luftës së parë botërore. Me kalimin e kohës, fshati kur u bë kolektivizimi në vitet 1957, u shprëngull nga lart dhe erdhën të gjithë këtu. Dhe ky deri në vitet 90 ka qenë një fshat me 210 familje. Ka qenë një qendër e zhvilluar ekonomike me të gjitha resurset që i takonin një komuniteti. Ka qenë me spital, me 8 shtrete, me 2 mjek me arsim të lartë, me një dentist, me farmaci, me shkollë të mesme, që kishte rreth 600 zënës. Këtu kuptohet edhe në tereni kam vizatuar blegtoria. Më vonë janë marrë edhe me bujqësi, po kryesisht me blegtori në bazë të relievit që është malor. Me zakonet që ka patur fshati dhe tradita janë ruajtur ku një pjesë edhe sot vazhdojnë të ruhen. Këtu mikpritja ka qenë e hershme. Picariot janë njerëz besnik, janë patriot, ne jemi mikpritca. Jemi zemër të hapur, jemi punëtor, më shumë blegtor se sa bujq. Picari është i njohur për mikpritjen dhe dashamirësinë e banorëve të tij, të cilët janë të hapur dhe të gatshëm të ndajnë me vizitorët që zgjedhin të eksplorojnë zonën, traditat, zakonet dhe veçoritë e jetës së fshatit. Ky vend ka shumë atraksione për zhvillimin e turizmit. Sidomos Lugine Gurrës është një perë që mund të kesh një zonë turistike me bujtina edhe me kabina verore e tjera, por ka edhe malin e Picarit, ka pyje, ka vende të tilla që turistët janë shumë të interesuar për të eksploruar. Neve së pari kemi, si që reliefin e kemi shumë të mirë një, kemi ujtë që se ka njeri besoj. Bëjnë këtë petanikun këto, bëjnë lakrorin, e këto të fshatit këto. E kemi atë me traditë, do të thënë gratë tona vazhdojnë ato. Pëlqehet nga vizitorët? Shumë. Ky është gjithashtu një fshat i pasur me produkte bio dhe gatime karakteristike të cilat janë pjesë e traditës së kësaj zone. Aktualisht, jetojnë në Picar 189 familje, të cilat përveç se mundohen të mbajnë gjallë traditat, shikojnë si një mundësi të mirë për zhvillimin e fshatit të tyre edhe agroturizmin.